çdo dënim që hapet, për mua nuk ka rëndësi. Se në dënimin jetësor kam bërë vetes. Unë jam i vdekur nga brenda, por i gjallë nga ajo ditë. I kërkujem falje deri në fund jetës familjes Gjevukaj. Argjend Kastrati, polici i cili kishte shkaktuar aksidentin ku kishte mbetur i vdekur zona Gjevukaj, ka dalë sot para gjykatës së apelit. Kastrati ishte dënuar nga gjykata themelore 5 me 4 vite burgim, ndërsa rreth këtij vendimi janë ankuar palët, ku pala e dëmtuar në këtë rast ka kërkuar dënim më të ashpër, ndërsa pala e të akuzuarit ka kërkuar zbutje të dënimit. Gjykata themelore 5 kanë nxjerrë gjykim në cilin të akuzuarin Argjend Kastrati e ka shpall fajtor për shkak veprës penale rrezikimi trafikut publik dhe i ka shqiptuar dënimin me burgim kozgjatje prej 4 vjetëve. Kundër këtij gjykimi, ankesë ka paraqitur përfaqësuesi me autorizim i palës së dëmtuar Elena Gjevukaj, avokati këtu prezent Midron Elziraj, për shkak të vendimit mbi dënimin dhe i njëjti ka propozuar që gjykimi i shkallës parë të ndryshohet dhe ndaj të akuzuarit të shqiptohet dënim më i lartë se sa dënimi shqiptuar nga ana gjykatës shkallës parë. Ankesë gjithashtu ka parashtruar mbrojtësia të akuzuarit, avokatja këtu prezente Majlinda Sadika Gjemnica, për shkak të gjitha bazave ankimore dhe e njëjta ka propozuar që gjykimi i shkallës parë të ndryshohet. Gjykata i ka mbi vlerësuar rrethana lehtësuese duke konsideruar pranimin e fajësisë si rrethon duke dhënë peshë vendimtare edhe njëkohësisht të relativizu pasojat tragjike të ngjarjes. Gjykata ka trajtuar se rrethon lehtësuese kërkim falje nga ana e dëmtuarit. Edhe në seancën shqyrtim fillestar, edhe sot i bëjmë të gjykatës se kërkim falja nuk është pranuar asnjëherë nga pala e dëmtuar, si pasojë e mos vetë përmbajtjes së treguar nga pala e dëmtuar, nga pala panderur dhe familja e tij. Gjyqtarët e nderuar, te kalimi i shpejtësisë edhe mos respektimi i vendkalimit përkëmbësor përbëjnë disa nga shkeljet më të shpeshta në rregullave trafikut me pasoja fatale. Vetëm pak ditë më parë, vetëm 3 ditë më parë është shënuar një vjetor i vdekjes e zona Gjevukaj, që është pasojë ekskluzivisht e veprimeve inkriminuese të pandehurit. Së pari zhvilloi ngushtimin e familjes. Për rastin që ka ndodhur, me të vërtetë është një rast i vonë, por dua të elaboroj me lejen e juaj dënimin prej 4 viteve burg efektiv, i cili dënim është i lartë dhe nuk përkon me qëllimin e sanksionit penal dhe rrethonat specifike të këtij rasti. Pranimi i fajësisë, mbrojtja im ka pranuar fajësinë në fazën fillestare. Ky nuk është vetëm një akt procedural, por shprehje e pendimit të thellë dhe respektit për organet e drejtësisë. I akuzuari nuk ka ikë nga vendi i ngjarjes, por ka vepruar me urgjencë në gjendje të tij emocionale, psiqike dhe tronditëse duke e çuar viktimën në spital. Kjo dëshmon se pasoja nuk ka qenë asesi e dëshiruar dhe se ai ka bërë çdo gjë njerëzore për ta pamundsuar vdekjen. Gjykata ka vlerësuar si rrethon rënduese faktin si akuzuar rezultar policor. Ne vlerësojmë se kjo përbën një gjykim të dyfisht. Statusi i tij polic nuk ka lidhje direkte me elementet e veprës penale, rrezikim i trafikit publik, e cili vepër është nga pakujdesia. Atëherë me përgjegjësi dhe me respekt më të madh që e kam si vetë, si dhe familja ime, i kërkujem falje deri në fund të jetës familjes Gjevukaj. Të i shprehim ngushtimin me të sinqerta dhe lutsim Zotin ditë e natë që këta të gjejnë qetësi dhe t'i ndihmoj Zoti ta kalojnë këtë dhimbje të madhe. Unë asnjëherë nuk kam pasur qëllim apo ndonjë gjë tjetër që t'ja marr jetën dikujt. Derisa me ato mundësitë e mia jam mundu që ta marr viktimën jetë, se jam në vend ngjarje, nuk kam ikë vend ngjarjes, jam me mbikën e parë, kam dërguar policin, spitalin, gjitha, dhe kam dërguar viktimën vetë në spital. Ku gjatë gjithë kohës ja kam marrë ndihmën. Unë çdo dënim që hapet, për mua nuk ka rëndësi. Se në dënimin jetësor ja kam bërë vetes. Unë jam i vdekur nga brenda, por i gjallë nga ajo ditë.